Ja për shembull, ç'ju them unë ose ç'a do ju sugjeroja unë produkte që duhet patjetër t'i keni nga Apivita. Është ky. SPF-ja tani sigurisht që duhet përdorur shumë, po imagjino sa e mirë është kur ka edhe pak ngjyrues që të shkurton punën, për shembull s'ke pse të vendosësh fondatinën më mbrapa. Mjafton të përdorësh vetëm këtë. Mbrojtja është maksimale, ndërkohë që është shumë praktik sepse përshtatet me çdo lloj ngjyre lëkure ky. Është më i miri. Të paktën për mua është më i miri. Pastaj kam produkte të tjera, janë të gjitha produktet e linjës jeshile nga Apivita, prita kthej pa kamerën. Ja ku janë. Të gjithë këtë linjën unë e kam. Të gjithën këtë. Pastaj sigurisht që ka edhe produkte të tjera, ka shampo për flokët, shampo trupi, krem trupi, çdo gjë. Madje shampo trupi që është në këtë formatin e madh, të gjitha i gjeni me super ulje këtu, produktet e Apivitës. Ja, e shef sa mirë bëra që erdha se unë këtë kremin e kam përdorur shumë më përpara, po tani më duhet prapë që ta përdor, është kremi i syve ose serum sysh, më mirë se është aq i mirë, ka shumë funksione të ndryshme, që nga hidratimi i lëkurës, ka efektin lifting, ka të gjithë këtë për rrafët e zinj që shputen fare nga lodhja, kështu që unë do marr këtë. Shikoni çka ka tjetër këtu. Këtu është scalp testi, i cili ofrohet falas që të merrni vesh të gjitha problematikat që keni në flokun tuaj, dhe pastaj zgjidhni produktet që ju duhen më shumë. Te nga krau tjetër është skin testi, duke marrë vesh gjitha problematikat e lëkurës, do zgjidhni patjetër produktet që ju bën më shumë punë, sepse s'mund të përdorni çdo lloj produkti. Ja ku jam edhe unë. Ika tani. Paçi.